surprizë për ty. Do I kemi dhe bukur. Okej. Oj. Fotoni. Go. Prit, qëndro mirë. Po nuk e Se nëse nuk I vendosim, ne na ndalon xhaxhi polici dhe nuk ikim dot tek vendi I bukur. Mirë, do bëjmë një gjë. Po. Do numërojmë deri në 10. Okej? Kur të them unë 3 do filloni. Jo, e para do numëroj Ulfa deri në 10, pastaj Keza. Okej, Ulfa? Po jo, dua të dyja. Okej, të dyja njëkohësisht. Gati? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngjyra e preferuar e Ulfës. Unë roza. Kenza? E kuqe. Shumë mirë. Jo, më pëlqen e roza, e kuqe dhe lelaja. Bravo. Po ti Kenza? E kuqe, blu edhe e verdha. Kush personazhet distancimor Ulfës I pëlqejnë më shumë? Wednesday, Barbara, Elsa, Anna, edhe ajo e verdha. Rapunzel. Po pse të pëlqen më shumë ti? Ajo e verdha. Po mirë, pse të pëlqen Wednesday për shembull? Pëlqen. Edhe ka radhë Keza. Keza. Po Keza, kush të pëlqen ti? Barbara, Elsa, Rapunzel, edhe Wednesday. Të pëlqen ngjyra e zezë? E gjitha. Të gjitha tyre. Mua më pëlqen të. Mirë, pyetja tjetër. Kush është ushqimi I preferuar I Ulfës? Supa. Kush sup? Supa e dëdës. Supa e nënës? Po. Dhe ja tregoj pak njerëzve ne se çka ka supa e nënës? Me çfarë bëhet përbërësit? Po, na I thuj pak përbërësit. Me vezë, tjetër, me bjell, me kos, Po, tjetër. bez? Vezë thash. E the? Mami pas ka fillon me harrë. Tani? Kenza. Cili është ushqimi yt I preferuar? Makarona ti pëlqen. Jo. Kush? Pizza. Pizza. Pizza të janë të shpifra. Nuk janë të shpifura, por Apo nuk fryta. të bëjnë mirë, sepse janë ushqim që është pak I dëmshëm. Po duhet. Gjithmonë? Me birë duhet të apo di banane. Po, shumë më mirë është banana. A do mos? Urfa, qa kemi thënë që ushqimet që gatuhen në shtëpi janë më të mirat. Po, Fritë. me supa me brokoli, me vezë edhe me kos. Bravo, Edhe me miell, bravo, Me kjo vaj. shumë ushqim I shëndetshëm. me vaj. Bravo. Edhe edhe ajo ushqimi tjetër. Kush ushqimi? Ajo që pëlqente. Po, edhe ai që të pëlqen. Mua më Shumë I pëlqen dhe fasulja dhe thjerza. Bravo. Edhe fasulja pëlqen mu. Shumë. Mu më pëlqen edhe kështu, supë me patate. Mua më ju pëlqen vjen edhe makarona me salë. Edhe mu makarona me salë me gjallë. Tjetër çfarë dhe makarona shati Ulfa? Lingulini me? Lingorinë me kakaleca. Edhe me gjallë edhe me salë. Shumë mirë. Tani do I bëj një pyetje tjetër. Po, Ju pëlqejnë më shumë lodra te tegu apo te qetëuja? të dyja. Nëse do ju thosha tani ku do ikim te tegu apo te qetëuja, kë do zgjidhni? Do ikim pa ai vendi që do lim si qkat. Pat.
atje, po, atë vendin e kemi caktuar, sa të po them për lodra, ku do ju pëlqente më shumë? Me shumë ma pëlqen të tegu. Po të kenza? Të tegu. Okej, tani kam një pyetje tjetër. Qa? Ju pëlqen më shumë deti apo mali? Mama pëlqen më shumë mali me borë. Edhe mu mali me borë? Jo. Nuk të pëlqen Maldive? Mu pëlqen bora. Po. Edhe mali me borë. Kush? Bora hart. Do shë pastër ajo. Se bika qeli. Edhe kush është e qielli, Ulfa? Kush është e qielli? Kush rrit e qielli? Avioni. Jo. Helikopteri. Jo. Zogu. Jo. Kush na shef ne kur bëjmë gabime? Zoti. Bravo! Ulfa, çfarë lutje do t'i bësh Zotit? Lutje që djeci ka të gjithë këqiet. Bravo! Po ti Kenza? Të dashuri. Bravo! Ju dua shumë, jeni shumë të mira. Edhe në bote. Të besë. Edhe zebër. Një vite. Ju pëlqen Robi? Po sa i bukur është. Është gjithë për ju tani. Në fillim do marrim gocën, do ta ndryshojmë, do vishim optishanin, pastaj do bëhemi gati për festën. Okej. Qish pak? Okej. Shkoni tani të ndryshoj gocën. Shkoni Kenza. Tati që të vishi. Do tani do të veshim.
që të dalë. Mos lëviz. Jo, do bësh fustana të tjera. Po keza. Jo, të gato i shatë.